Në Shkup ka filluar Skopje Security Conference 2026, një konferencë ndërkombëtare ku ekspertë dhe përfaqësues institucionesh po diskutojnë për inteligjencën artificiale, sigurinë kibernetike, luftën kognitive dhe qëndrueshmërinë rajonale. Në hapje të samitit u theksua se sfidat moderne të sigurisë kërkojnë bashkëpunim ndërkombëtar, forcim të institucioneve dhe qasje të përbashkët ndaj kërcënimeve digjitale, hibride dhe gjeopolitike. 5 panel tematike të nivelit të lartë u mbajtën si pjesë e programit. Në panelin e parë kushtuar sigurisë shumë palshe në një botë të fragmentuar, pjesëmarrësit diskutuan nevojën për diplomaci të përforcuar, ku ish ambasadori Darko Angelov, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit në Ballkan dhe qartësoi 3 shtyllat e sigurisë. Organizational accreditation. In the Balkans, again, cooperative security, and that's the motto and the essence of the OSCE for which I work today, is that security is not only security per se, meaning the hard aspect of security, which is safety, but also security approach to other prisms, which is the 3 dimensions of the OSCE. One is the political military, the core aspect of security. Then we are approaching security to the soft approach of human safety and human rights, and then comes the economic, environmental aspect of security. These 2 other pillars, I would say. Ambasadori zviceran Kristof Sommer tregoi strategjitë të rëndësishme në punën diplomatike, ku tha se edhe Zvicra mund të angazhohet. Another important aspect is trust and fairness, which are really strategic assets in diplomatic work, and Switzerland here also can build on its traditional commitment to normative principles, international law and humanitarian profile. Profesor Dr. Zhidas Daskalovski theksoi 2 mënyrat më efektive për të pasur një diplomaci parandaluese. General and preventive diplomacy. Number 1 is providing well-rounded analysis, and number 2 would be providing a space for dialogue and facilitating processes. Dr. Gëzim Vllasi diskutoi për rëndësinë e vendeve neutrale dhe për politikën e qetë. The real value we can see at the offering the neutral platforms for quite diplomacy, a place to discuss between different parties, and that comes directly from the position of the neutral states because they are. Panelet e dedikuara inteligjencës artificiale, sigurisë klimatike dhe energjetike, si dhe stabilitetit ekonomik të Ballkanit Perëndimor, përfunduan se teknologjitë e reja, burimet dhe investimet po lidhen gjithnjë e më shumë me politikat e sigurisë, duke theksuar nevojën për forcimin e reziliencës institucionale dhe bashkëpunimit rajonal.